Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mbani gjethet dafine në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto probleme. Gjethet e dafinës janë një bimë çuditëbërëse edhe mund t'i ofrojnë shumë përfitime organizmit tuaj. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i tyre. Ajo ngadalëson plakjen, qetëson dhe ndihmon në luftën kundër bakterieve dhe lehtëson edhe rrugët e frymëmarrjes. Ekspertët thonë se dafina është një bimë shumë e fuqishme e cila rinon, përmirëson humorin, pastron trupin, zgjidh problemet respiratore e të tjera. Në këtë video, sipas Healthyside, do të rendisim disa nga përdorimet e mahnitshme të kësaj bime. Ndihmon te nervozizmi dhe lodhja. Kombinimi i kimikaleve në fletët e dafinës veprojnë në mënyrë qetësuese në trup dhe në mendje. Ndizni disa fletë të vogla në hapësirën në të cilën qëndroni dhe thithni tymin e tyre. Megjithatë, mos e bëni këtë përpara se të flini, sepse aroma e dafinës së djegur mund t'ju bëjë që të humbisni gjumin. Pastron mukozën nga mushkëritë. Gjethet e dafinës janë një stimulant i rrugëve të frymëmarrjes dhe mund të ndihmojnë në nxjerrjen jashtë të mukozës nga mushkëritë. Mënyra më e mirë është që të shtoni gjethet e njoma ose të thata në ujë të nxehtë dhe të thithni avullin. Ndihmon edhe në lyerjen me vaj dhe gjithashtu lehtëson alergjitë dhe astmën. Ndihmon edhe te personat me diabet. Ullëtimet kanë treguar se konsumi 3 gram dafinë në ditë zvoglon nivelin e glukozës te njerëzit të cilët kanë predispozit ndaj diabetit të tipit 2. Ajo është e mirë edhe për metabolizmin. Shtoni sa më shumë dafinë në ushqimet tuaja ose bëni masazh barkun me vajin e dafinës pas racionit. Kjo do të krijojë gjithashtu edhe tajitje të shpejtë në përpunimin e ushqimit në lugth. Puna e rregullt e zemrës do të jetë më e fortë. Bashkimi organik i gjetur në dafinë forcon muret e kapilarëve të zemrës dhe ndihmon në eliminimin e kolesterinës së keqe nga trupi. Lehtëson inflamacionet e nyjeve. Nëse keni probleme me nyjen, vaji i dafinës i bërë masazh në zonën e nyjeve dhe shtoni sasinë e gjetheve të saj në ushqim. Kështu do të përmirësoni gjendjen tuaj. Ajo është efikase edhe te infeksionet urinare. Përzjeni pluhurin e dafinës me qumësht dhe e pini këtë pije kur ju shfaqen këto probleme. Fjala është për recetën e vjetër për eliminimin e problemeve urinare dhe në lehtësimin e gjendjeve tuaja. Gjethet e dafinës përmbajnë element të mirë ushqyes të cilat mund t'i japin edhe një sër recetash alternative në mbrojtjen e organizmit. Gjethet e dafinës përveç se kanë element ushqyes të mirë, ato mund t'i japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Dafina është përdorur që në kohët e lashta për shkak të ndikimeve të saj antiseptike kundër inflamatore. Është e pasur me vitamina të grupit B, të cilat ndihmojnë pozitivisht në metabolizëm dhe në statusin hormonal. Dafina përmban edhe minerale të shumta si kaliumi, bakri, kalciumi, seleni, hekuri, magnezi dhe zinku. Në periudhën kur na pushtojnë virozat, gjethet e dafinës do të ndihmojnë shumë në këtë aspekt. 3 gjethe të grira imët i vendosni në 250 ml ujë dhe i zieni për 10 minuta. E mbani edhe 10 minuta të mbuluar me kapak dhe e kulloni. Shtoni një lugë super me lëng limoni dhe 2 lugë mjaltë. Për çdo shqetësim shëndetësor që keni, sigurohuni që të konsultohuni më parë me mjekun tuaj përpara se ta përdorni atë. Dafina mund të përdoret edhe për shpërlarjen e flokut. Zjeni disa gjethe dafine në një tenxhere me ujë për jo më shumë se 20 minuta. Kur gjethet të kenë çliruar aromën e plot, hiqeni tenxherën nga zjarri dhe prisni sa të ftohet. Ky lëng përdoret për shpërlarje dhe masazh të flokut nga rrënjat e majat. Lëngu i dafinës funksionon edhe për pastrimin e skalpit dhe infeksioneve të ndryshme mikotike dhe bakteriale, por edhe kundër zbokthit dhe psoriazës. Nëse e përdorni çdo ditë, lëngu i dafinës do të eliminojë zbokthin një herë mirë dhe do të japë rezultate fantastike kundër këtyre problemeve. Gjethet e dafinës përmbajnë një aspekt të mirë ushqyes në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Gjethet e dafinës janë konsideruar gjithashtu si bima më e shenjtë prej mijëra vitesh. Është një shtesë e shkëlqyer për pjatat të cilat i japin ushqimit një aromë specifike dhe e bëjnë ato më të shijshëm. Ndihmojnë për të përzierat dhe rregullojnë luhatjet e sheqerit, dhe çaji me gjethe dafine qetëson edhe kollën. Gjithashtu,
Ekspertët tregojnë se gjethet e dafinës gjithmonë mund të rivendosin ngjyrën origjinale të rrobave, duke lyer gjithashtu edhe pjesën të cilat ka ndryshuar rroba juaj. Besohet se gjethet e dafinës janë një hajmallie fuqishme e mirëqenies financiare dhe se do të tërheqin para në këtë mënyrë. Nëse do të shkoni në një takim të rëndësishëm dhe veçanërisht në atë që ka të bëjë me financat tuaja, duhet të mbani në dorë një gjethe dafine aromatike, do ju jap besim dhe do ju sjell lumturi. Gjithashtu gjethet e dafinës kanë përdorime të larmishme për mbrojtjen e shëndetit, dhe vlerat të cilat do t'i servirin organizmit tuaj do ta bëjnë atë një nga gjethet më të mira për mbrojtjen e shëndetit. Gjethet e dafinës janë një bimë çuditëbërëse dhe gjithashtu mund të përdoren edhe në shtesa si gatimet. Ato ngadalësojnë plakjen, qetësojnë dhe ndihmojnë kundër bakterieve dhe lehtësojnë rrugët e frymëmarrjes. Ekspertët thonë se dafina është e mirë edhe në fuqizimin rinor, në përmirësimin e humorit, në pastrimin e trupit dhe zgjidhin problemet respiratore. Ndihmojnë te nervozizmi dhe lodhja. Kombinimi i kimikateve të dafinës vepron në mënyrë qetësuese në trup dhe në mendje. Ndisni disa gjethe të vogla në hapësirën në të cilën qëndroni dhe thitheni atë. Megjithatë, është e rëndësishme që gjethet e dafinës t'i japin rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e shëndetit në tërësi. Nga koha e poetit romak antik në tryezën tonë. Ky është një udhëtim nëpër vlerat dhe përdorimet e bimës fantastike të dafinës. Gjethet e dafinës nuk janë vetëm aromatike dhe ne shpesh zgjedhim që ta përdorim këtë përbërës në kuzhinë për t'i dhënë më shumë shije dhe aromë gatimeve tona. Por për këtej kësaj dafina ka të tjera vlera që ndoshta ju nuk i dini. Përdorimi i dafinës ka qenë edhe në qytetërimet e lashta, të cilët e përvetësuan edhe për vlerat e tyre shëndetësore. Të gjithë jemi mësuar të shohim kryesisht gjethet e thata të dafinës, por kjo bimë jeshile është shumë e përhapur në territorin e Mesdheut dhe madje në formën e një peme që mund të arrijë disa metra lartësi. Gjethet, kokrat dhe në fillim të pranverës mund të japin përbërësit aktiv të tyre të cilat mund të konsumohen gjatë gjithë vitit. Karakteristikat e përdorimet e dafinës e bëjnë atë mjaft të veçantë. Gjethet e dafinës përmbajnë një përqindje të ndryshme të vajrave esencial, siç është edhe eukaliptoli, përbërësit aktiv të kriprave minerale, vitaminave, acidit folik, duke atribuar me veti të ndryshme si tretës dhe diuretik, analgjezik, antioksidant dhe spastrim. Gjethet e thata përdoren me sukses, sidomos në fushën e fitoterapisë. Vetit e pasura të përbërësve të ndryshëm aktive bëjnë të vlefshëm në përdorimin e dafinës në këto situata. Ndihmon në qetësimin e dhimbjeve menstruale dhe të zorrve. Mbështet funksionin tretës dhe ofron një rritje të tërheqjes së antioksidantëve. Nga gjethet e thata të dafinës mund të përfitoni vajin e dafinës, i cili është shumë i pasur me përbërës aktiv të tretshëm dhe yndyrna ideale që janë vendimtare edhe në teksturat kozmetike. Nga veprimet anti-inflamatore, vaji i dafinës përdoret edhe në sapun, por mund të jetë i dobishëm edhe në qetësimin e lëkurës, edhe në ushqyerjen e saj dhe të flokut. Mund të vlejë si për masazhet e trupit, si profesionale ose amatore. Mund të ndihmojë gjithashtu në reduktimin e dhimbjeve të muskujve dhe të nyjeve, si në relaksimin e plotë që çon në qelizat e trupit tuaj. Por si mund të përdorni gjethet e thata të dafinës në kuzhinë? Ato mund të përdoren në kuzhinë për të aromatizuar gatime të ndryshme, në gjedhra deri te mishi ose te peshku. Në këtë rast 100 gram gjethe dafine sigurojnë 341 kalori, nga të cilat 6 gram karbohidrate, 3 gram fiber, 6 gram protein, 4 gram lipide, 830 mg kalcium, 43 mg hekur. Por kujdes, përdorimi i papërshtatshëm i egzageruar ose i zgjatur me kalimin e kohës mund të jetë përgjegjës për shfaqjen e disa efekteve anësore të natyrës gastrointestinale, duke shkaktuar nauze, përgjumje dhe dhimbje koke. Prandaj nëse e vendosni ta përdorni atë në trajtimin e komplikacioneve të ndryshme, gjithmonë përpara përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.